Ky projekt është punë e përbashkët e shoqatës së femrave studente të Fakultetit Juridik, Odës së Avokatëve të Kosovës, shoqatës së gjykatësve të Kosovës dhe shoqatës së prokurorëve publik të Kosovës. Ky dokumentar është prodhimi i USAID-it, programit për mbështetje drejtësisë në Kosovë, në bashkëpunim me shoqatën e avokatëve amerikan, iniciativa për sundimin e ligjit. Qëllimi i projektit është të dokumentohen dhe të ruhen përvojat jetësore të femrave në profesionin ligjor dhe t'i vënë në dritë disa nga vështirësitë në të cilat ato kanë hasur dhe i kanë tejkaluar, që nga koha kur kanë vendosur të bëhen avokate, prokurore dhe gjykatëse. Femrat pioniere kosovare në drejtësi të përfshira në këtë projekt janë Nekibe Kelmendi, avokatja e parë shqiptare nga Kosova dhe tani Ministre e Drejtësisë në Republikën e Kosovës. Lirie Osmani, ndër avokatët e para femra dhe tash kryetare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Bademe Slamniku, femra e parë prokurore shqiptare nga Kosova. Meleqe Behgjeti, gjyqtare në Gjykatën Supreme. Gjulieta Mushkolaj, ndër profesoreshat e para femra në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe tani antare e Gjykatës Kushtetuese. Lirie Osmani. Në vitin 2009 është caktuar si kryesuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në vitet 2000 deri më 2004 ishte kryetare e Odës së Avokatëve të Kosovës, kurse tani është antare e Komitetit për Gjini dhe Minoritete pranë OAK-s. Në të kaluarën ka punuar si zëvendës prokurore në Prokurorinë Komunale në Prishtinë, si gjykatëse në Gjykatën e Qarkut, zëvendës prokurore në Prokurorinë e Kosovës, si dhe gjykatëse në Gjykatën Supreme. Ajo ishte po ashtu antare në Qeverinë e Kosovës, antare dhe nënkryetare KMLDN-s, kryetare e OJQ-s Bordi i Qendrës Burimore për Mbrojtje Penale dhe e OJQ-s Forumi. Bademe Siqani Slamniku u lind më 1946 në Prishtinë. Shkollën fillore dhe të mesmen i kreu në Prishtinë, ndërsa në Fakultetin Juridik diplomoi në janar të vitit 1969 në Prishtinë. Si zëvendës prokurore publike ka filluar në Prokurorinë Publike në Prishtinë në shkurt të vitit 1969, ndërsa provimin e jurisprudencës e kreu në shkurt të vitit 1974. Deri në vitin 1977 ka shërbyer në Prokurorinë Komunale si zëvendës prokurore, ndërsa në janar të vitit 1978 ka kaluar në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë si zëvendëse e prokurorit, pozitë në të cilën qëndroi deri në shtator të vitit 1990, kur u shkarkua nga qeveria e atëhershme e Republikës së Serbisë. Prej 13 shtatorit 1999 e deri më sot, ajo punon si prokurore e shtetit në Prokurorinë Publike të Kosovës. Meleqe Behgjeti, e lindur më 14 dhjetor 1948 në qytetin e Prishtinës. Fakultetin Juridik e kreu në Prishtinë më 1972. Më pas, ka punuar si praktikante në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Mbas dhënies së provimit të jurisprudencës, më 1 prill 1974 u zgjodh gjyqtare në Gjykatën Komunale në Prishtinë, detyrë të cilën e kreu deri më 1 prill 1981, kur u emërua gjykatëse në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ku edhe punoi deri më 31 korrik 1992, kur u largua nga puna. Më 12 nëntor të vitit 1992, ajo është regjistruar si avokate në Odën e Avokatëve të Kosovës, ku punoi deri në mars të vitit 1999. Prej korrikut të vitit 1999 është emëruar gjykatëse në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, kurse në muajin gusht të vitit 2000 është emëruar gjykatëse në Gjykatën Supreme të Kosovës, ku punon edhe tani. Gjulieta Mushkolaj, gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Ka shërbyer si antare e Komisionit Kushtetues të Kosovës, një trup kjo me përgjegjësi historike për draftimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ajo ka qenë antare e trupës për konstituimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe ka shërbyer si eksperte për decentralizimin në ekipin negociator të Kosovës gjatë kohës së bisedimeve për statusin. Gjulieta Mushkolaj ka qenë gjithashtu pjesë e Këshillit të Përbashkët Konsultativ të UNMIK-ut për çështje ligjore. Si eksperte e të drejtave të njeriut, ajo është bashkëautore e fjalorit shqip-anglisht dhe anglisht-shqip,
Manuali për përkatitjen e provimit të jurisprudencës në Kosovë. Zonja Mushkolaj është autore e 10 artikujve për decentralizimin dhe pjesëmarrëse aktive në proceset vendimarrëse të vendit. Përpara kësaj pozite, ajo ka shërbyer si zëvendës komisionere për ndihmë ligjore, si bartëse e lëndës së kushtetutës në Fakultetin Juridik dhe si antare e Komitetit për provimin e jurisprudencës. Është aktive në shoqërinë civile si pjesë e një numri të madh të bordeve dhe të komiteteve dhe ka qenë mes të tjerash edhe bashkëthemeluese e Universitetit Amerikan të Kosovës. Ajo ligjeron drejtësinë në Universitetin e Prishtinës, është e martuar dhe ka 2 fëmijë. Nekibe Kelmendi u lind më datë 11 maj të vitit 1944 në Pej. Fakultetin Juridik e mbaroi në Prishtinë më 1968. Pas përfundimit të studimeve, ishte gjykatëse, ndërsa më pas e ushtroi profesionin e avokatës, duke u bërë e para avokate shqiptare. Nga 1 janari 2000 deri në nëntor 2001, ka qenë bashkëdrejtuese e Departamentit të Drejtësisë së UNMIK-ut. Zonja Kelmendi ishte deputete Kuvendit të Kosovës në 2 legjislatura, ndërsa ka qenë edhe antare grupit të ekspertëve në grupin politik strategjik të ekipit të unitetit për negociatat për statusin. Nekibe Kelmendi është autore e shumë shkrimeve profesionale nga fusha e të drejtave të njeriut mbi gjendje në Kosovë, si dhe nga fusha juridike, prej të cilave shkrime më i rëndësishmi është ai me titull Kosova në barrën e ligjeve diskriminuese dhe antikushtetuese të Serbisë, fakte dhe dëshmi, tekst ky i përfshirë në një rezolutë të OKB-s për Kosovën në vitin 1992. Pavarësisht sa unike të jenë sot, ato ndajnë bashk fatin pothuaj identik të vajzës shqiptare të lindur në Kosovën e një kohe të vështirë, ato që mbijat e një brezi prindrish të etur për shkollën. Ka qenë një kohë shumë e rëndë. Kam lindur pas kapitulimit të Gjermanisë fashiste dhe jam gjenerat që kam pas rasti fatin të rritem me njëherë pas luftës së dytë botërore dhe ti përjetoj të gjitha ato pasoja që ka lënë lufta e dytë botërore. Kështu që mund të them se kam kaluar një fëmijëri jashtëzakonisht të keqe, nuk kam pas ku ta di unë se çfarë lumturie gjatë fëmijërisë, megjithatë i kam krijuar vetit disa momente të mira, sepse jam marrë me lloj-lloj aktivitetesh dhe kam përballuar edhe atë fëmijëri çfarë ka qenë. Unë kam lind në Prishtinë, familje shumë antashe. Shkollën fillore e kom kry në Prishtinë, gjimnazin e kom kry në atë kohë është quajti Vollolla Ribar, e kom kry Prishtinë, e pastaj edhe studimet i kom vazhdu Prishtinë. Po, unë jam rrit në një familje shumë antashe, do me thonë kemi qenë 8 fëmijë, 6 vajza dhe 2 djemë. Unë jam e lindur në Prishtinë, shkollën fillore dhe gjimnazin kam kryer në Prishtinë në gjuhën turqishte. Ndoqen modelet e etërve, e nënave dhe nga vajzat e vogla ata asaj kohe e kthyen veten ngadalë në gratë e mëdha të së sotmes. Prej motrave jam më i madhja edhe barën e kom pas gjithmonë une si fëmija e madhë në familje. Prindërit rrjedhin prej një familje zejtare, babën e kom pasur argjentar, nanën ambise, por shumë kanë qenë dhënën mas shkollimit. Unë i kam të 2 prindërit intelektual, të 2 prindërit e mi janë të shkolluar, të 2 janë të njëjtit profesion, i kanë mbaruar shkencat politike, kanë pas jetë shumë aktive dhe shumë dinamike, sa kam qenë unë fëmijë, dhe ata kanë qenë edhe model e mi për zhvillimin
tim të ardhshëm. Baba im ka qenë një njeri intelektual, shumë i ka dhënë rëndësi shkollës. Kështu prej 8 fëmijëve të gjithëve na ka shkollu. Nana ime ka qenë idol për mua, sepse nuk ka tregu kur as demonstrim të forcës, as agresivitet, as ndonjë kritik të ashpër. Baba im, edhe pse nuk ka qenë i arsimum, e ka pas atë shkollën fillore, pa i ka kushtu shumë kujdes shkollimit të fëmijëve të vet, e sidomos të vajzave. Ai për herë na ka folë që vajzat duhet ta kenë shkollën e kryme, se nuk i dihet jetës çka i sjell jeta. Ato nuk u lëndën as avokate, as gjykatëse, as prokurore. Derisa su bën të tilla, ato tregojnë për ëndrat, pasionet e misionet që patën. Së pari kam fillu me aktrim. Pastaj si nxënëse e shkollës normale, jam marrë me këndim. Në të kohën tonë nuk i kemi pas mundësit e kufizume. E hobi im ka qenë me lexu. Edhe kom mendu që a vjen ndonjë herë koha që kom e pas shumë kohë me lexu, jashta atij obligimit për lanë në shkollë e ma vonë në fakultet. Shkollën fillore jam marrë me këndim. Kam këndu për festat e shkollës, manifestimet e ndryshme në shkollë, kurse prej klasës 5 deri në mbarim të maturës jam marrë me handball, do të thonë me sport. Si nxënëse shkollës fillore kam shkruar vjesha. E diku nga mesi rrugës, secila për motivet e veta, do ta merrte vesh që ishte e destinuar për rrugën e drejtësisë. Po dëshira ime në vërtet ka qenë ajo që studioj stomatologjin. Po mundësit materiale nuk ma kanë leju atë dëshirë me realizu, se deshte me dalë jashtë Prishtinës me studiu. Unë kam pas dëshirë me kry farmacin, por kushtet objektive atëre s'kemi pasur fakultetin të farmacisë në Prishtinë. E kisha një fëqi, ka qenë avokat, që quaj zoti Hasan Kryezeu, ka qenë një njeri që çdo ditë kur e shifshe, kur shkonte në punë, me impresionante me dukjen e tij, me seriozitetin e tij dhe me aftësinë e tij që flitej në qytet. Dhe atëherë më lindi ideja që pse edhe unë nuk të filloj një profesion të tillë. Atërisht në fillim s'kam mendu avokat ka qenë diçka e pambritun, por ta studioj fakultetin juridik. Unë kam përjetuar demonstratat e vitit 1981, demonstratat që i ndrun pikpamjet dhe idetë tona edhe për sistemin në cilin jetonim. U bëra, sikurse edhe gjithë moshatarët e mi, më të vetëdijshëm për kufizimet me të cilat ne ballafaqoheshim dhe sidomos për diskriminimin që ne në Kosovë përjetonim në Jugosllavinë e atëhershme. Dhe ky ishte ai motivi im i parë që të përcaktohem për profesionin e juristit. Burra që sot janë figura lidere të skenës politike, rrëfejnë se si i shenin me sytë e tyre këto vajza që i kishin hyrë pa frikë, një botë të dominuar kryekput prej gjinis tjetër. Ka qenë privilegj, por jo, themi e veçantë dhe e bollshme, se në studime me ne ka qenë edhe një numër i kolegeve nga vendet ndryshme të Kosovës, edhe të Maqedonisë, po për them edhe të Malizzi, me të cilat kem pas një shoqni të jashtëzakonshme dhe kanë qenë vajza jashtëzakonisht të dijshme, dhe një pjesë e tyre natyrisht se kanë pas po ashtu themi rastin që t'japin kontribute të rëndësishme në institucionet veçanërisht në gjyqësor. Një i ri shqiptar, midis një universiteti dominuar nga serbët në kohën e Jugosllavisë së dikurshme, i mikpritur,
nuk ishte. Nuk e kemi pas të lehtë as gjatë studimeve, ka pas një qëndrim shumë nacionalist të profesorëve nga Beogradi, të gjithë vishin nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Beogradit, ishin elit e profesorëve të fakultetit të Universitetit e Beogradit. Mirë po, ka pas kriter shumë të ashpër ndaj nesh, por kriter jo me një qëllim për të na mundësu me mësu ma shumë, me nëzon ma shumë dije, por kriter për të na eliminu dhe për të na pa mundësu të vazhdojmë studimet për shkaqe nacionaliste. Kur kemi startu me në fakultet, na i kemi pas profesor të Beogradit. Ata na kanë ligjeru serbisht, provimet i kemi dhanë serbisht, tekstit i kemi dhanë gjuhën serbokrate. S'kemi pas tekste, s'kemi pas librat, edhe serbisht profesorët kanë qenë prej jashtit, Beogradit, Nishit, Shkupit. Mbas demonstratave të vitit 1981, për motivacione të qarta politike, numri studentëve shqiptar të regjistruar në universitet që ullur ndjeshëm. Kishte deg në për cilat femrat që studionin numroheshin me gishtat e një dore. Demonstratat e vitit 1981 kishin bërë që një numër shumë i rëndësishëm i studentëve për shkak të pjesëmarrjes në ato demonstrata si nxënës të mos kenë mundësi regjistrimi. Dhe viti kur unë jam regjistruar në fakultetin juridik ishte viti kur ishte zvogluar në mënyrë domethënëse numri i studentëve të regjistruar. Megjithatë, profesorët tonë kanë punuar shumë e përkushtim me ne, edhe pse për gabimet vogla shpesh shkojnë në burg. Femnat kemi qenë shumë pak. Po thëmë, ne jemi regjistru me thanja zdi 10% kemi qenë gjithsejt, edhe të nacionaliteteve tjera, edhe ne. Po në vitin 63, kur unë jam regjistru, kemi qenë 4 femna. Dhe mas 2 viteve, atjera mbeta unë vetëm, me 30 shok. Kemi qenë të përzirë me sërbë. Kanë qenë 2 sërbe femra, nërka shqiptare kemi qenë unë, Bademe